5 arsye të forta pse duhet të hani bukë të thekur. Buka e thekur është pjesa e padëmshme e një mëngjesi të shijshëm dhe të shëndetshëm. Ajo shijon shumë nëse lyhet me pak gjalpë të shkrirë ose akoma më mirë me vaj ulliri. Por vlerat e bukës së thekur shkojnë nëpërtej shijes së mirë, ato shumëfishohen pikërisht gjatë edhe thekjes. Sipas të dhënave të Healthline, buka e thekur ka 2 vlera të mëdha për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Ato ulin nivelin e indeksit të glicemisë dhe sasive të yndyrnave tek buka. Normalisht njerëzit që vuajnë nga diabeti ose ato që përpiqen të bien nga pesha nuk duhet të konsumojnë shumë bukë, por gjatë thekjes indeksi glicemisë te buka ulet. Kjo do të thotë se buka ka një efekt më të vogël në rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Buka përmban sasi të konsiderueshme të yndyrnave dhe të dhënat tregojnë se thekja ul përmbajtjen e yndyrnave të buka dhe i bën ato më të lehta për organizmin, duke siguruar gjithashtu edhe një tretje më efektive në stomak.